me jetën e të shjuarve, ku sonte do ndalemi tek një tjetër kolos, dhe kur flasim për jetën e të shjuarve, veçanërisht për shokët e profetit alayhi salatu vesselam, krahasimin mund ta bëjmë të tillë si hëna me yjet. Hëna është profeti sallallahu alaihi wasallam, hëna 15-që, dhe yjet janë shokët e tij prej të cilëve ose të cilët marrin prej ndriçimit të kësaj hëne. E kur fokusohesh në njërin yll, nis të shohësh njërin yll, thua është ky. Dhe s'ka tjetër më. Mirë, por kur kalon dhe sheh një tjetër, sheh gjithë se i cili ka vlerë. Jo ka vlerë, por ka vlera të larta sepse qëndron lart. Personazhi të cilin do e trajtojmë sonte shkurtimisht është sahabiu i nderuar Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, ndryshe nga shokët e tjerë të profetit alayhi salatu vesselam, pra nëse ka shumë të tjerë të cilët vinë nga një botë e përvuajtur, siç ishte Bilali, rasti konkret për shembull, edhe shumë të tjerë, Ammar ibn Yasi, po për t'i përmendur për shembull, Mus'ab ibn Umair është komplet e kundërta. Mus'ab ibn Umair është Mekas, është Kurejshit, është i afërm i pejgamberit alayhi salatu vesselam ose farefisit dërguarit të Zotit alayhi salatu vesselam, por ajo çfarë bën të veçantë këtë zotni, sikurse do ta dëgjoni dhe ju, është fakti që Mus'ab ibn Umair është i përgdheluri i Mekës në kohën e tij. Çfarë do thotë i përgdheluri i Mekës? Nëna e tij ishte shumë e pasur. Aq e pasur sa rrobat e Mus'ab ibn Umair shpesh i shihej që të ishin prej mëndafshi. Aq e pasur sa Mus'ab ibn Umair nuk diskutohet që përdorte nga parfumet më të shtrenjta të kohës, por thonë edhe po mos ta shihje, ti e kuptoje që kaloi këtu Mus'ab ibn Umair. Domethënë e kishte përgdhelur aq shumë nëna e tij sa parfumet e rrobat e tij, nuk bëhet fjalë domethënë gatimet, që ai përjetonte ose i konsumonte në shtëpinë e tij, nuk kishin krahasuar me askën në kohën e vet. Pra kishte shumë raste thuhet, pra që kur ai shkonte në shtëpi dhe e gjente atë sofrën e shtruar, i thonte ç'janë gjithë këto se unë s'kam mundësi as ti provoj të gjitha. Nuk kam mundësi as ti provoj. Jo ti konsumoj, po ti provoj. Mus'ab ibn Umair pra vinte nga një familje dhe quhet i përgdheluri i Mekës. Aq sa thuhet që nëse prekshe duart e Mus'ab ibn Umair, ishin vetë duart si mëndafsh. Ai ishte shok i ngushtë, është nga të parët që ka pranuar Islamin. Ne kemi diçka në historinë e pejgamberit alayhi salatu vesselam, nuk e di nëse e kam cilësuar nga jeta e profetit alayhi salatu vesselam. Është një periudhë kohe që quhet në shtëpinë e Arqamit dhe pas shtëpisë së Arqamit. Arqam ibn Abil Arqam ka qenë sahabiu i nderuar i cili vuri në shërbim profetit alayhi salatu vesselam shtëpinë e tij për të bërë e para qendër islame ku mësohej Islami dhe përhapej prej aty daveti dhe Islami. Arqam ibn Abil Arqam, maksimumi i nderuarit e mi që ka qenë në moshë kur ju përgjigj profetit me këtë gjë, ka qenë vetëm 16 vjeç. Vetëm një 16 vjeçar. Ne do flasim inshallah edhe për Arqam ibn Abil Arqam, nëse Zoti ka për të na dhënë ymër. Dhe kjo periudha është periudha e fshehtësisë ku i dërguari i Zotit domethënë bën ta vet fton në Islam, por është komplet fshehtës. Dhe në këtë periudhën e fshehtës thuhet afërsisht që numri i muslimanëve ka arritur deri në 50. Periudha e Arqam ibn Abil Arqam. Dhe gjithmonë historianët kur flasin, kur duan të tregojnë që ai i hershëm në Islam, thonë ai është bërë musliman në kohën e shtëpisë së Arqamit. Dhe Mus'ab ibn Umair është një prej këtyre. Pra është nga të hershmit në Islam, që gjë që jep vlerë dhe duhet ta kemi edhe në kulturë, domethënë me të gjithë ata të cilët na kanë paraprirë në besim. Mus'ab ibn Umair thash kishte gjithçka nga dynjalliku, por ndjente në vetvete ndjente boshlik. E keni vënë domethënë se e keni vënë re se shpesh o Zot largoj kudo qofshin. Ato që quhen ndryshe stresi ose me smundje të ndryshme psiqike. E keni vënë re se ato kapin vetëm pasanitet, fukaret janë rahat nga ato gjë.
Pra kam ra, që i thonë, kam ra, jo në stres, po përdoret një term tjetër, depresion. Pra, po të shohësh fugarit të shkres, nuk bi në depresion. Se ka presion gjithë jetën, s'ka pse të shkojmë në depresion. Zoti inshallah na lehtësoj gjithë. Pra, smundja e pasanikëve është depresioni. Dhe Musab ibn Umair ndjente bëshllik në rumit e mi. Thuhet se një ditë bukur, thash ishte shok i ngushtë me Ammar ibn Yasir. Ammari ishte bo musliman, po nuk u dinte, se nuk u shprehnin musliman. Ndaj dhe ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu që ne nuk kemi arritur ta shprehim, për s'kemi guxuar dhe ta shprehim atë Islamin derisa u bë musliman Umeri dhe Hamzai. Aty të paktën e shprehën, morën guximin për dalë publikisht, se ato sërish u dhunuan, në patjetër. Shkon Musabi dhe i thot Ammarit, më ka bo nona, do më thonë, më ka boj robët e re, prej më ndafshi, po ku ti çojë, thot. Imagjinoni nderumit e mi, po jap edhe këtë detaj. Kur ja lante rrobat, thot birit, ja lante me ujë trëndafili. Imagjino, do më thonë, se ç'bohej me Musab ibn Umair. Kur ja lante rrobat, ja lante me ujë trëndafili. E do t'ja parfumoste para se ai t'u parfumoste. Kishte edhe fëmijë tjerë, mos mendoni se kishte edhe fëmijë tjerë, po këtë mo e kishte është Musab dhe nuk ka tjetër. Dhe i thot, merre këtë, i thot Ammarit, se s'di ku ti çojë burrë dhe ajo, ai shumë kam. Faleminderit, thot Ammari, po nuk është turp dhe as nuk është një gjë që ti thuash tjetrit, nëse jo puna s'kam nivel për këtë. Ja ta tha tjetrit, domethënë një rrobe, ditët që ne po flasim, rrobe firmate. Po mirë, po ajo donë në orë, ajo donë në këpucët, ajo donë në nivel në jetesës. Kur si e për atë ti mos e vrit mendin, se ti tu veshje, elhamdulillah. Se nuk u veshe me ato, po u veshe me gjona tjetër. Po prodhimi robit janë. Ne elhamdulillah na ka prodhuar Allahu. Do të na ka kriju i Madhi Zot, na ka prodhuar i gjithëve. Pasanikë fugarej. Të vrasësh mendin dëshi se a është firmatë ose është firmatë. Jo, i thot Ammari, pa merë më thot 100 herë, thot ti, ngele me këtë. E disi është puna, thot Ammari, thot që të tregohemi sinqert. Ne dim që më ndafshi është ndalum, përdorimi i ri. Unë e kam ndalume, thot, me e vesh më ndafshin. Si ke ndalume, thot, e kam ndalume, thot, nga feja të cilës i përkas. Pse më thot, çfarë feje keni? Dhe ke fe tjetër veç kësaj që njohim ne? Feja Muhamedit, thot. Thot dhe ju kundërvu fillimisht. Thot ju kundërvu fillimisht, i thot Ammari, shikonit nderumit e mi, se këto janë metode që duhet i kuptosh në marrëdhënie me të tjerë, se këto reagime ndodhin nga të gjithë. I thot Ammari, thot, o Musab, ti je njëri i mençëm valla. Thot, pse reagon në këtë formë si që reagon populli i gjithi? Po pse nuk e dëgjon një herë Muhammedin vetë? Po si ta vlerësosh? Nuk e vlerësove, s'ka asgjë. Po jo dhe ta gjykosh në këtë formë, pra ti as nuk e di për çfarë flet, as për çfarë nuk flet. Thot dhe shkuan bashkë me Ammarin tek pejgamberi alayhis salam. Dhe kur shkuan tek pejgamberi alayhis salam, ai që ishte për Musabin, një të ngju pejgamberin duke lexuar Kur'an, duke fol pak për fe, u bë musliman. U bë musliman dhe majti të fshehet, normalisht si gjithë tjerët. Një ditë bukur, një afërmi i tij e vën re që Ammari ishte bë musliman. Edhe njofton babain edhe nënën. Nga ky robi i përkthel, nga ky djali i përkthel, përfundon tash, pra Ammari ka jetuar në Islam sepse është në vitet e para, mund të jetë edhe në vitin e parë, po mund të jetë edhe në vitin e dytë ose të tretin që ka pranuar Islamin, sepse është periudha 3 vjeçare. Domethënë Ammari në atë kohë ka qenë rreth 30 vjeç. Ose 30 ose 29 vjeç, diçka e tillë. Nga i djali i përkthel, që s'kishte as si profesion, as si zanat, nuk shpunu me i ditur. Nëna vetë i thonë, ti vetëm të freu, ç'duhet ty?
Mirë po kur e bo këte e ke shkatru fëmin, le të kesh parë dhe gjithë dynja se ke shkatru. E morën thot dhe e lidhën, e myllën dhe e lidhën, nuk që mos dilte për jashtë fare. Mirë po dhe i kur do shkojsh me të. Dhe kjo është vlen për gjithë ata të cilët domethënë përgjigjen ose sillen me një veprim me ashpërsi. Dhe i kur nuk shkon me dhunë, nuk shkon. I ka kufit e vet. I ditë bukur, një të shpëtua Mari, ja mathi bashkë me shokët e pejgamberit alayhis salam dhe emigruan në drejtim të Abisinis ose Musab, Ammar, ja, thash, Musab ibn Umayr. Dhe emigroi në drejtim të Abisinis. Shikoni nderumit e mi se çfarë ndodh rrugës. Thash që Musab ibn Umayr domethënë largohet si mundi me u largu, si mundi. Thotë dhe s'kishte këpucë me vete, ose s'kishte shapka. A ishte mësu, domethënë, kur i kanë përshkruajt këpucë të tij për kohën, nuk i vishte asnjë në Mekë. Thuhet që sikur Musab ibn Umayr të kish net për krah nënës vet, do të kish trashëguar gjysmën e pronave të Mekës. Aq e pasur ishte oma. Thuhet e ka pas emrin Fatime dhe Khansa, i zotit i, se s'është edhe në intereson e pjesë. Thotë dhe unë nis duke hec rrugës, po si që mësuaj me hec bath. Thotë dhe ju bën komë të gjak. Kur e pa një nga shokët e pejgamberit alayhis salam në udhimin e parë, domethënë 14 veta, i hoqi këpucët e veta, shapkat e veta dhe ja dha. Jo tha ai, të lutem se unë kam dalë si gjithë tjerë. O mësu sholla këpucën e komës time dhe. E jontje nuk o mësu. Derisa të mësohet ta vishin. Thotë dhe shkun. Pas një farë kohë, pra, u kthyen sërish të Mekë, u hap lajmi sikur Kurejshit domethënë kanë pranuar Islamin. Gjëra për të cilat kemi folur më herët. Thotë, mirë po kur u kthy, pa që nuk ishte e vërtet. Një diçka e tillë. Dhe në këtë pjesë, domethënë, i drejtohet të omës, se oma e kishte merak. Më thuj, kë ke për të më vu, domethënë, me mlidh, sa i do të, pra gjatë saj kohë, kishte ndryshu Musab ibn Umayr, nuk ishte më i pari. Ishte stërvit sholla e komës. Durët nuk ishin më aq të buta siç kishte dalë, nuk i kishte më prej mëndafshi. Thotë më thuj, kush prej këtyre, domethënë, që kishin ato rojet e veta, do të tentoi të mburgosi, se kam për ta vranë sytë tatë. Aty kuptoi ama që ka marrë fund ky muhabet. Nuk donte aty, dakord. S'ke punë me ne. Hiqi rrobat, hiq çdo gjë. Realisht nuk është se kishte gjë më të tyre, në kupto, po nuk ke punë më me ne asnjë gjë, nuk kam punë me ju thënë asnjë gjë. Emigroi për herën e dytë. Dhe u kthye sërish nga Abisinia. U kthye sërish. Kur u kthye, kemi folur më parë për Bai'atul Aqaba al-Ula ose beslidhja e parë e Akabes, ku ke pejgamberi alayhis salam vin 12 veta nga Medinja, të cilët kishin pranuar Islamin ose kishin shprehur interes për Islamin, dhe i kërkojnë të dërguarit të Zotit, i kërkojnë një emisar, dhe ky është ambasadori i parë në Islam, emisari i parë. Por para kësaj, kur u kthye Musab ibn Umayr, u kthye edhe një herë tjetër, shkoi ke ama duke e ftuar për në Islam. Pra nuk tha që jo po s'pranon nëna ime, jo po është armike, jo po është kështu, jo po është ashtu, gjitha këto nuk u pajtu me to. Shkoi dhe bëri detyrën e tij, ajo nuk pranoi dhe vdiq si idhujtare. E tillë ka vdek nëna e tij. Shkon tani profeti alayhis salam e ngarkon me një detyrë kaq të madhe siç ishte të përfaqësonte të dërguarin e Zotit në Medinë. Dhe të nderuarit e mi kur shkojnë në Medinë, vetëm për një vit, nuk ka ngel të shtëpia e Medinës pa hyrë Islami. Musab ibn Umayr u ftua nga Esad ibn Zurare, ose sahabiu nderuar Esad ibn Zurare i qëndroi në krah, dhe i orientonte se ti kur shkon në një vend, duhet dish se kujt po i flet,
ç'dradita kanë, ç'mentalitet kanë. Go puna o burra tash se po flasun. Po flet, po ato janë lindje ti flet ka perëndimin, nuk jeni marrë vesh kërkun me njëri tjetrin. Më kujtohet dikur, ka qenë vitin 96, ndoshta vitin 97, këtu tek Xhura ka pas ligjëru një mësues i imi atë kohë, Ferexullah Hafiz Kurani, ishte egjiptian, po i s'dinte shqip. Dhe ai hypte aty duke majt hutbën, këtu poshtë ka qenë një farë qamil bulgura me past, që e përkthejte. Në ditë s'kishte ardhur për kthysi. Do të flas, domethënë solla si shembull që për tregu që ti flet diçka e i tjetër, xhamati është gjë tjetër. S'kishte ardhur dhe ai e majte hutbën në qefin e vet aty në arabisht. Rob gjithë ishin nga poshtë. O, si do të morr vesh çfarë thu, po zbrit. Zbrit, si do të morr vesh çfarë thu. Dhe them drejtën sa herë ngjitëm këtë minber, kujtohet ai fragment. Atje në fund të xhamisë ka qenë vendi i muezinit. Isha atje, xhamia ka qenë shumë bosh. Pak më shumë se qeni ju sonte, aq kishte për xhumë atëherë. Nuk e di kush ka qenë ato kohët e para, domethënë, po unë e maj mend shumë mirë sepse jam falë që në fillim këtu. Dhe më kujtohet domethënë ai fragment, sa herë hyp aty më kujtohet ai fragmenti që zbrit se si më të morrve se çe do thon, se s'kisha ardhur për kthyesi aty në ditë. Dhe Musab ibn Umair kë kishte orientuesin e tij, ato kishin të njëjtën gjuhë, po do të dishte si ti flasësh. Ishte Esad ibn Zurara dhe i mori njerëzit, domethënë u fliste veç e veç. Derisa i thot Esad ibn Zurara, thotë di si është puna? S'kemi gjë të rrezikshme. Po si? Do të bëjmë do të gjë tjetër. Unë do të mbledh ty me krerët e Medinës, veç e veç. Jo të gjithë për herë, veç e veç. Thot, dhe ti të t'i parashtrosh Islamin. Kishte pas sukses me kë kishte folja, kupto. Por imagjino të shi nëse shkon në një institucion. Me pas ti dhe unë barë, se ne jetojmë këtë vend që mashallah korupcioni s'ka lënë derë, nuk ka lënë birë pa u fut. Me shku drejt për zdrejti, ka i drejtorin, ti marrë punë kollaj. Se je urdhën e jenë, zgjidhen punët në i poshtë. Po kështu punë funksionon edhe në të vetë. Nëse ke një institucion për shembull që nuk vinë në xhamie, supozojmë. Këtu kanë ka institucione pa fund, po flas që falen, por nuk vinë në xhamie. Ti po të shkojsh ke drejtori atje lart, po të vjerë drejtori në xhami, gjithë i shkojnë për mbrapa këto, tjerë. Dhe Esad ibn Zurara këtë i tha. E uli fillimisht me sahabiun e nderuar Usaid ibn Hudayr. Të gjithë tonë inshallah ju luteni të më japi Zoti ju mërmu fillimisht, do t'i trajtojmë. Ul me Usaid ibn Hudayr, po nuk ishin të lehtë, këto ishin të parë fisësh. Dhe Usaid ibn Hudayr, përveç asaj pamjes vet që kishte, do të kishte edhe i shtiz, i hesht, që e mande kështu në dorë, domethënë. Po të filloj dhe me tunat e fort, ka mërë fund, mos fol mo. E i thot, kena këte mekasin këtu, ta kishe një gjuhë i herë, në filloj të heshtën e i, pra që leje këtë më bëtë. Po të gjoje, i thot kjo e santë, unë s'po të them ty e si gjoje, gjoje. Ti je i pari fisit të tëre, ti drejtoj i fis, pas ke frikë se o të folë kjo, po të flasë, mi bë e vunin pozit kur i tha kësho. Edhe njësi tha e të gjoje me vëmëndje. Kur përfundoi bisedën, domethënë ose prezantimin Musab ibn Umair, pyet Usaid ibn Hudayr, po si bëhesh musliman? Dhe shkoi thot me i qoshët asaj shtëpisë ku i ishin, i futi të lame, ju duket domethënë si çuditshme, një të mori gjymë aty me ujë, një me ujë, një tu la, shkoi deklaroi shahadetin. Shkoi tek i dyti Sa'd ibn Mu'adh. Edhe ky i pari i fisit vet. E njëjta gjë Sa'd ibn Mu'adh dhe i treti Sa'd ibn Ubada. Në vitin e ardhshëm, sepse ishte takimi, ishte periudha haxhit, i dërgon letër pejgamberit alayhis salam dhe i thotë që i dërgumi i Zotit, jemi në këtë gjendje, sa shkuan vitin e ardhshëm në haxh për muslimanë 74 veta ose 75 veta. 74 ose 75. 12 ishin një vit më parë.
12 ishin përfaqësues. Tani sa ishin përfaqësuesit? 74. Thuhet 73 burrë dhe një gru, që i dhën besën pejgamberit alayhis salam se do ta mbrojnë ashtu siç mbrojnë gratë e kalamajt e veta në shtëpi. Dhe ndër të tjera shikoni, domethënë i kërkon pejgamberit alayhis salam kush është i pari që ka fal xhuman. Mus'ab ibn Umair, para pejgamberit alayhis salam. I kërkon pejgamberit alayhis salam që si të bëjmë të bëjmë një tubim dhe profeti i shkruan, pra i tregon që të bojnë njerëzit një ditë para të shtunës, pra dita e xumë, një ditë para të shtunës, kur të jetë koha e drekës, ma i fjalim dhe fal 2 rekat. Dhe kështu ka vepruar Mus'ab ibn Umair në shtëpinë e Sa'd ibn Zurarës, ku për herë të parë u mblodhen vetëm 12 burra, e shtroi dhe i drekaj. Me pas përshtu drekën e këtu mas xhumoje, në duhet kretë kjo lagje mësë. Metodën bukur për momentin. Po nuk është se ke që do fort pa bukë së dre. Ato që vinë sa për të mush barku nuk të vinë fort në punë, në tu me mush zemër. Po barku vlla me dedin është. Dhe kështu filloi historia Mus'ab ibn Umair. Emigron pejgamberi alayhis salam drejt Medinës, gjonat ishin gati për dërgumin e Zotit, domethënë rruga ishte e shtruar, pritet nga sahabët e nderuar, ndërto dhe Mus'ab ibn Umair, i cili ishte i pari ambasador në Islam, emisari i parë, thon ndryshe. Dhe thot një ditë ka pa pejgamberi dhe i kanë lëtu syt dërgumit të Zotit. Pse nderumit e mi? Thot sepse veshja ose rrobaja e Mus'ab ibn Umair jo vetëm që ishte më arna, se ta kishe rrobën të arnume, edhe pejgamberi alayhis salam e ka pas. Po thot nuk ishte arna, po ishte sajume. Domethënë, nëse kjo ishte cop, knema ton thot kishte i cop lëkur dëveje, e kishte qep me njëna tjetrën. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam pranishmëve: e dihni ju se kush ka qenë ky? Këti kanë thënë feta Quraysh, i përgdhelmi Qurayshit. Po shikoni se gjendja është për çfarë? Për Allahun. Mi po lind pyetja natyrshëm. Përse pejgamberi alayhis salam domethënë nuk e mbështeste këtë njerëz materialisht, se nuk ka sprovë më të madhe të nderumit e mi, të vish nga varfëria dhe të vazhdojsh në varfëri, qoftë edhe më e thelluar, është normale se ti ke qenë aty. Ama të kesh qenë në këto grada që unë po të përmend, e të përfundosh që ti s'ke rroba me vesh, e nuk ke këpucë në kam, e nuk gjen me ngrënë, vallahi është e vështirë, është sprovë e madhe. Po përse? Sepse Mus'ab ibn Umair është i përgatitur për gjë më madhështore të nderumit të mi. Allahu e ka ruajtur për gjë më të madhe. Ti e unë, se Mus'ab ibn Umair nuk është se ne dim se përgatitje kishte për shembull. Në mesin ton ka njerëz me arsime të ndryshme, me përgatitje të ndryshme, por me drejtu i pyetje: a ke bënë një musliman Allah jetën tënde? Mus'ab ibn Umair domethënë nuk numëron sa në shtëpia ka fut Islamin. Pra, a ka pasuri më të madhe për Mus'abin se sa kjo? Dhe vim tek ajo që quhet ndryshe betejë e Bedrit. Në betejën e Bedrit normalisht që Mus'ab ibn Umair tregoi trimëri si gjithë sahabët e pejgamberit alayhis salam, dhe në përfundim të luftës ata të rënit të rob ose të zonit të rob nga Qurayshit ishin 70 vet. Një prej tyre e kishte kap Mus'abi, e kishte zënë rob Mus'abi, e kishte lidh, dhe kur ja jep dikujt që do ta çonin domethënë tek burgu improvizum, i thot: "Majeni fort këtë, lidhjeni fort durë domethënë, kujdesuni se ka kush pagu për këtë." Ishte vllai i vet. Se pagu thonte nëna ime për këtë. Domethënë, a menoni vallë se ai kishte urrëtie për familjen e vet? Jo vallai, s'kishte urrëtie. Përkundrazi, por dashuria që kishte për Islamin ishte ajo që mbizotronte mbi gjithçka. Kjo është ajo që duhet ta kemi të gjithë ne. Ku është Islami ke zemrën jote?
Ku është Islami në praktikën tënde? Musab ibn Umair u martu me një të afërmën e pejgamberit alayhis salam, zonën nderuar Hamnan. Burimet historike nuk tregojnë se kanë pas fëmijë, ose të paktën nuk përmendet diçka e tillë, Zoti e din. Dhe vin tek fundi i jetës tij, që është betejë e Uhudit. Në betejën e Uhudit, pejgamberi alayhis salam i jep vendin që i takonte. I jep mbajtjen e flamurit. Çfarë do thotë mbajtja e flamurit? Ne dim shumë mirë, do të thonë që pora një flamur në një luftë ka humbë betejë. Dhe flamurin e ka pasmajt më i forti. Pra ai që ishte konsiderata për të më i fortë. Kur i mblodhi pejgamberi alayhis salam sahabët e tij tha, kush e ka pasmajt flamurin? I thënë Banu Abdiddar, që ishte barku i Musab ibn Umair. Kurejshit ishte ky, po e kam cilësuar dhe herë të tjera që Kurejshitët kanë 14 barqe. Një prej tyre është dhe Banu Abdiddar. Thot atëherë, kush është Banu Abdiddar këtu? I thënë Musabit jepja. Dhe mban flamurin e Islamit në betejë Musab ibn Umair. Një fatzi që quhej Ibn Qami'a, duke pa se Musabi ka qenë dhe i pashëm, duke pa Musabin që mante flamurin, mendoi se është pejgamberi dhe ishte zotu ai, dhe një tjetër që do ta vras Muhammedin. Do ta vras. Thot dhe shkoi, dhe siç po e mante, domethënë me djathën që po mante flamurin, thot ja e goditi me shpatë, ja kputi dorën e djathtë. Nuk filloi, dora, dëgjon, pa dhe i ninte dhimbje. Nuk thash se këta ishin njerëz që nuk ndjenin dhimbje. Thot më pas thot e kapi me dorën e majt. Ja kputi thot e dorën e majt me shpatë. Nuk u mjaftu me kaq, po me këto dy cunget që i kishin mbet, domethënë e kapi dhe atë, thot dhe nuk gjen mënyrë tjetër ai fatzi, vetëm se ta godasi me hesht, normalisht. Këtu duhet përmendet edhe diçka. E ka godit me hesht dhe normalisht ai vdiq, domethënë nga goditja me hesht, por para se më dhon shpirt në rumit e mi, nuk e la flamurin me ra në tokë. E nguli në tokë. Pra ai ra, flamurin nuk ra. E nguli në tokë, domethënë dhe vdiq aty, thotë ke flamuri. Pra e nguli dhe vdiq aty. Normalisht përfundoi beteja. Ai ishte një prej atyre që u gjymtuan, sepse në betejën e Uhudit, siç do ta përmendim inshallah te keta pejgamberit alayhis salam, do të kemi një veprim shumë të shëmtuar që është domethënë prerja e gjymtyrëve të vrarëve aty. Dhe një prej tyre do të ishte edhe Musabi vet. Kur ka marrë pejgamberi alayhis salam me varros, atë bashkë me Hamzain, në ditë ka qa i dërgumi Zotit dhe ka qa midis këtyre dy burrave. Ka thënë, atë qaj Xhajen, Hamzain, atë qaj Musabin. Thot, kur merrnin, thot, me qefinos, pra, aq në halli ishin musliman, sa kur i mulojshin komët, thot, u zbuloj dhe lartë, ishte robe e shkurtën. E kur i mulonin kokën, u zbulojshin komët dhe ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam që t'ia mulojnë komët me barë, t'ia mbështjellin me barë. Dhe ashtu thotë ka varros Musab ibn Umairin, duke shku ke Zoti xhel xhelalu si shahid, si dëshmor me gradën më të lartë pas profecisë, duke lënë pas i tuf me vepra të mira, ku ka më mirë se të lesh musliman të cilët e shndruan Medinën, pra i patin mbi supe, morin mbi supe përgjegjësi më të madhe. O e çonte përpara Islamin Medinë dhe e shndronte atë në kryeqytetin e botës islame siç u bë, ose nëse puna e tij nuk do të ishte e duhura, normalisht s'do të kishim në Medinë kryeqytet të botës islame. Zoti xhel xhelalu ndihmon Islamin, ja mundson të triumfojë me këtë doj, po flas që puna e tij e mirë dhe e shkëlqyer, domethënë bëri të mundur që Medine të shndrohet votra e Islamit, vatra e Islamit, dhe të shndrohet në qendër për mbar botën islame, për drejtësinë,
për fenë, për sigurinë, për stabilitetin, por mbi të gjitha për adhurimin e Allahut i lirë. Ky ishte shkurtimisht Mus'ab ibn Umair. E lutim Zotin që të na mundsojë të ecim rrugës së këtyre njerëzve, të marrim shembull orientues për jetën tonë dhe të na bashkojë me ta në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.